Po kjo është një humbje e madhe për familjen Tërnava Shabani, për gjithë qytetarët e Vushtrisë. Është një vdekje tragjike që na ka trondit të gjithëve dhe ne si komunë e Vushtrisë i shprehim ngushëllimet tona të thella dhe bashkëndijmë dhimbjen me familjet Tërnava dhe Shabani. Sa po fola me një familjar të tyre, u informova në detaje për papat e martuteshëm, ndërkaq ne i kemi anuluar të gjitha aktivitetet që kemi pas, do me thonë aktivitete për festivalin e diasporës. Mirë, kryetar, dua t'ju pyes për këtë, sepse edhe ne ishim pak më parë me njërin prej familjarëve të ndjerëve, me kontakte keni pasur me familjarët. Çfarë ju është thënë në këtë kontakt? Po dhe tash janë ato procedurat që do të vinë nga, do me thonë, Macedonia e Veriut, viktimat, janë procedurat atje dhe as ata nuk e dishin se kur organizohet ceremonia e varrimit. Ndërkaq që ne për nesër kemi vendosur që të shpallum ditë zije në komunën e Vushtrisë, duke bazuar gjithnjë në statutin e komunës e Vushtrisë, i kryetarit komunës, sapo nënshkruajta vendimin që nesër të jetë ditë zije dhe të ulen në flamojt në gjysmë shtesë. Okej, pra kjo është lajmi i fundit që nesër Vushtria do të jetë ditë zije. Anulohet gjitha aktivitetet kulturore dhe sportive që janë parapa për këto ditë. Po, pra, lajmi i fundit është që nesër Vushtria do të jetë në ditë zije, e thamë edhe pak më herë, pra që janë anuluar aktivitetet që janë në kuadër të ditëve të diasporës, apo jo? Po, kemi planifikuar organizimin e festivalit diasporës që ka pas me fillu sonte në mbrëmje, këto 3 ditë të ardhshme, por do t'i kemi shtypur ditët në vazhdim.